e thirëm pas dite, dhe unë e thash edhe e bëm pjesën e parë, se këte në mëngjes, të gjithi të resë në mëngjes të atë spakut, orën 10-11, lullin e këshin thirëm pas dite, vonë më nga që dhe fletën. Punojnë ato, punojnë 12 orë. Punojnë edhe natën, ata dhe. Edhe kësa që zhjojnë vonë, shumë qeshti. Dhe këshin thirur tani, për e kitja lullë bashkës, thuet tani folim në pjesën e parë, ishte Klodi dhe Mërstiri dhe 2 kolegë të tjerë. Thuet se ka të bëj me hetimet e 20 janarit, ti pretë shmendon për këtë tani. Për atë, sepse... Pse pikrish lullë bashkëra tani edhe? Sepse aji, faktikisht është një ngjarje në këtë... Paraqitin dhe figurën e Zotit Basha ty që ta kemi. Procesin e hetimit të 20 janarit. Aji ka qenë ministri i brendshëm, dhe me thënë, i Partisë Demokratike në atë kohë, kur ka ndodhur këto ngjarje, ka qenë dhe i pranishëm vetë. Sigurisht në gjithë atë skenarin e madh që e kemi folur e shkruar disa herë, Basha ka pas... Dalën dhe leshrat gjata, dhe ti ke mbajtur ca kohë gjata. Po. Basha ka mbajtur. Tash i kthehemi kësaj. Se këj bushati... Kthehemi modës si... Ishte poet aso kohë? Jo edhe i mbani mi kishim gjata. Të kujtojë të? Po patjetër si kishim. Ishte moda. Për të kthyer të tema. Tani... Mendoj se Basha në gjitha dhe që u lozë aty të me... Këtë dëshmi këtu ati, di dëshmia jo? Aja atje ka pas një rol figurantit, themi të vërtetë. Aktori kryesor që e ka përfaqësuar në gjitha dhe ngjarjen që kur për të fsheh vrasjet, për të prish provat, për të avancu një narrativ si kur kanë vrarë njëri tjetrin ato mrena, për të pezulluar ose për të ndaluar ekzekutimin e vendimeve të prokurisë, pas këtyres ngjarjes që kërkuan arrestimin e ndalimin, më saktë të disa oficerëve të gardës, për gjitha këto publikisht me i ka marrë për sipër kryeministri. Ai vetë. I mori, bile ka marrë për sipër edhe përpjekjen për të akuzuar protestuesit se ata i kanë kryer vrasjet me çadra pistolet, me thika, me helm. Gjitha këto janë konferenca shtypi, nuk janë kështu hamendja se... Vetëm një sekundë unë se ti do vazhdosh, se zakonisht ministrat e brendshëm ka zgjedhur këta që njerëz të butore, shumë. Edhe mua më tregonin atëherë që Olldash i rinte aty që e mbante njerëz pastë, e mbante që të rinte se dhe situata e vështirë, edhe njerëz janë të butë fare edhe tremenu. Në situata dhe nga këto. Edhe më përpara, kur ndodhin këto krimet e të gjithë, mbante një tjetër nga Kavaja, Ali Çamatët. Ministra mbante gjithmonë këta, të butët shumë edhe të gjithë. Dhe Luli ndoshta të zdi gjë ora. Jo, kthirja e Bashës është e pashmangshme, sepse ai ka sepse është ministri. Jo, se unë ka i di për këtë punë. Ligjore, do të thënë ka qenë ai bile duhet ishte kryesori në pavarësisht se ja ka marrë edhe këtë protagonizëm Berisha. Kështu që për mua përbën një zhvillim thirrja e tij e para na tregon ai po ka thënë gjë dhe po tha gjë sot ose ditë tjetër ai duhet ikë dhe të mos duket më aty se janarin po zhvillohen. Kjo mund ta them. Po zhvillohen sepse edhe thirrja e ministrit brendshëm, tash kush vjen pas ministrit brendshëm, do thrasin me radhë. Pra do thirrën njerëzit që kanë dieni, që kanë do thirrë edhe Berisha do thotë. Që kanë një rol, po edhe Berisha do patjetër do thirrët. Për këtë ai Berisha i ka dalë zot vet, do thënë publikisht i ka thënë, i ka folur, është filmuar për gjithçka që ka ndodhur. Është shumë e rëndësishme që ky hetim po zhvillohet. Është mbajtur për shumë gjatë, më thënë. Gjatë. Shumë për shumë vite është mbajtur me njanë, është hetuar në nivelet vogla. Si organizator, se zoti... Patjetër të dy. Ju keni qenë në anën e organizatorëve në atë kohë në Mosgabon. Unë kam qenë me proteste, kam qenë në rolin e denoncuesit të organizatorit Edi Rama, i cili duhet i printe proteste. Mua më thanë më shkaleo. Një protest... E ndjeva lekështirën dhe nuk u afrova. Duhet që ai që e thret i prind, nuk i thotë njerëzve që tash njerëzit do vinë, do ikin vetë. Kjo është një gjë shkelë shumë. Më thanë mos u afro. Patjetër edhe ato. E ndjeva lekështirën dhe edhe ata. Pra ideja është edhe deputetët e u duk që do ndodhë. Deklaratat ishte do futet populli, edhe ata. Por pikpyetjet, bushat ti si me pikpyetjet e dha janë këto. Zhdukja e provave e serverit, është vrasjet. Në që kontekst u bënë vrasjet, pëse u bënë vrasjet, 2 nga vrasjet janë të pasbardhur, vrasja e Alex Nikës, për shumë se... Dhe Hekurandetis, pa. Janë të pasbardhur, kjo është kontekst, ka një kontekst tjetër që
Gjykata e Strasburgut e ka konsideruar krim shtetëror. Po dakor, pra, pa ajo nuk është provë për Më gjykatë. shkruan njëri që... Provat janë breda që është hequr nga Alex Nika, nga dikush trupi dhe... që odi e nëzori preqin e organizator, thotë. Jo, nuk e nëzora, na... Po bën shaka. Zogaj, se... Po e shaka tani? Unë kam qenë Mos ke protest. qenë organizator të aty. Pa tjetër që kam folë në protest që të Fole ti. kështi. Ju kam thënë protestu e ka gjyru e kolegë. Rama vetë s'ka folu. U ka thënë... Kam qenë Po sa mbagament kjo? Unë, do të di. Jo, unika, unë e ndjeva Lekështirin dhe u O, largova. Ylli, unë kam folë, më dha. Unë kam përsi s'ka Fole. shkuat e me folë. Ju kam thënë, Ikni nga aty. ikni nga dera kryeministrisë, e pam që i kam thënë... Ka qenë Zydi Dajti, ka qenë disa... E ka filmu Artan Hoxha. Unë duke... Nuk basha, di gjetu ati tani. Po ti me këto që fet, je i thirur nesër. Kush, po vlem të rasin, për aqë sa di, unë kam qenë atje, pa unë s'kam bëhuar në herë, për aqë Kjo vrasje gjesë unë kam peja, bo po, liber, ato. unë kam bo Ma liber, vinin fisheket nuk pe gje. unë kam bo liber. Por libër të akord se libra ke bërë sa duesh ti. Po jo, Po e them, kam a pe shpikuar. gje kush i hodhi plumbat. Gjithë morfologji, unë kam të regu kronologjin, sepse kjo ngjarje, në qoftë se ka përsëritet kronologjia, gabon. Gabon, do më thëmë, po su të regua kronologjia tu Me aty, minuta, nuk me sekonda dhe minuta, se ashtu ka qenë... Bushati ka qenë Për të kuptuar, sepse ata nuk janë vëra... këtu të e Fidelit, Unë vide përplasim. Fidelit, me mero bazën ka qenë ti dhe me Këishe. Gensbog. Dhe me Gensbogën dhe ndishnit nga aty, nga xhamat. Ti që shmendim ke Po tani? këta rrinë në kull, ne të shkretet rrinim jashtë. Që shmendim ke ti tani? Ja, filloj prap, do Skënderbeun prap. Tash Ti që do do ta- thotë kjo do Skënderbeun. Po ç'ke? Kjo e pa lodhër, do ka qenë dhe pjesën e parë dhe prap në... Jo, është mirë. Është pa... Po tani pse nuk e pranon këtë gjë? Se ky është fakt. Po nuk të pranon të gjitha gjërat Po ky ishte- tani. Ky ky pranon... është fakt. Dhe zoti Bushati me shumë kolegë të tjerë, Nuk pranon mënyrën si e the faktin. mënyra si e thash, Fakt, po, është ke të drejtë. Fakluar më, se ku kam qenë nuk... Bushat ti tani... E kam intervistuar unë zotin Bushati, po harron. Çfarë ka thënë aty? Problemi është ky, që frika ime është që edhe tani që Saliu e ka flakur Bashën, këta nuk tregojnë dhe pasi heqin, njësoj si këta që ka fut Rama në burg, që nuk e nxjerrin shefin dhe pasi shefi degdis, se në qo se mbani mënd një kohë kur nisi kjo sheri madh Basha, bërë një gaf Basha edhe e akuzoi Saliun për 21 janari. Dhe nuk kalon 24 orë e të rojë. Natyrisht që duhet ta thresin, se unë njësoj si pret që besoj që Basha ka qenë atje një personazh i dorës tretë, s'ka përgjegjësi në krim, S'ka përgjegjësi, por shkëti. si ministër i brendshëm, Ka qenë i pranishëm. di procedura, mund të ketë vlerën e dëshmitarit. Por aty roli kryesor është i Berishës dhe sa më shumë kohë kalon, aq më shumë rëndohet pozita e Berishës në raport me vrasjet e 21 janarit, se gjitha libit që Berisha prodhoi me radhë, ranë të gjitha dhe mua në optikën time, ai që tenton të fshej një krim, është po aq bashkëfajtor sa dhe kryetësit e krimit.